Nga Swami Shivananda says Shivananda to thot, hold the breath for 2 hours, to do Shirshasana for 3 hours, to tell the beads for 20 hours, to thot Swami Shivananda, të rish me kokë poshtë 3 orë jeshtë, të bësh gjapa pa pushim, të me ato të spijet, in Jata Samadhi for 40 days in an sigurisht si të rish në samadhi për 40 ditë në shpella, në ndhe, underground cell, to chant Om in the forests for hours, të këndosh om me orë të tëra pa pushim, në pyll, pa të keq dorë nga të gjitha, together, to shed buckets of tears while singing the Lord's names, të qashme nga shërim ku këndon emrin e Zotit. all these are of no avail, Të gjitha këto nuk kanë as një lloj vlere, unless one has a burning love for the divine manifest in all beings, and a fiery spirit of serving him in the suffering. Swami Shivananda said, nëse ky aspiranti, pra me gjithë se ka bërë gjitho mrekulli, gjitho habira të mëdhaja, nuk ka arritur asgjë dhe nuk ka asnjë lloj vlere të gjitha të praktikat që ka bërë, nëse nuk e shikon Zotin në çdo krijesë dhe t'i shërbej atij me dashuri. Ja edhe herë për përsëri. Swami Shivananda thot, to hold the breath for 2 hours, ta mbash frymën 2 minuta, 2 orë, ta mbash frymën. Pra zakonisht 2 minuta e mban njerëzit deri në 4 minuta. Po ta arritësh të mrekullin ti duke bërë frymarrje ta mbash 2 orë jeshtë, pra ke arritur të mbash 2 orë jeshtë frymarrjen. to do Shirshasana for 3 hours, Të rish me kokë poshtë 3 orë, siç kam drejt ton. Jam prandaj më pëlqen shumë kjo që thotë Shivananda. Shumë i madh. Pra, ta mbash frymën për 2 orë, që quhet sukses i madh. Të rish me kokë poshtë për 3 orë jeshtë. to tell the beads for 20 hours, Të tundësh të spirit, pra për 24 orë pa pushim. to be in Jata Samadhi for 40 days in an Për 43 të rish në samadhi, pa ngrënë, pa pirë, pa lëvizur, në për shpella, për në tokë, underground cell, to chant Om in the forests for hours together, të këndosh om, pa pushim, me ditë të tëra, në pyje, ke qesh dorë nga të gjitha, to shed buckets of tears while singing the Lord's names, shqash shumë, sa të mbushësh kovat me lot, nga ajo dashuria që ke për Zotin, all these are of no avail, të gjitha këto nuk ka as një lloj vlere, nuk ta numëron njëri, nuk shikon Zoti këto. unless one has a burning love for the Nëse aspiranti nuk ka një dashuri të madhe për të gjithë manifestimet e Zotit, të gjitha Zoti ka bërë, të gjitha, Zoti merr pjesë në çdo manifestim, divine manifest in all beings, and a fiery spirit of serving him, dhe të ketë një shpirt të zjarrt, të shërbej supremit Zotit në të gjithë krijesat që vuajnë. Swami Shivananda Shumë e bukur kjo. Ka të flasësh për gjëra të tjera. Bëjmë, kujtojmë se çka kemi arrit. Po kur vjen puna të shërbimit, zero jemi.